Medreseja Liria në Elbasan ka ndërmarrë një nismë për të ndihmuar shkollat e tjera në bashkëpunim me drejtorinë arsimore, dhe këtë herë është zgjedhur shkolla e Shmilit Ibrahim Bozhiqi. Shkolla e përzgjedhur nuk i ka kushtet e mjaftueshme të mësimdhënies dhe për këtë arsye medreseja në bashkëpunim me prindërit e nxënësve dhe tregtarët e vegjël kanë përgatitur disa ndihma që do të përmirësojnë kushtet e mësimdhënies në këtë shkollë. Elbasan medresesi olarak Ne si medrese e Elbasanit në bashkëpunim me drejtorinë arsimore të Elbasanit menduam që shkollat që i kanë kushtet e mësimdhënies jo të mjaftueshme t'i gjendemi pranë dhe të mundohemi të ndihmojmë sadopak. Në këto ndihmë morën pjesë nxënësit e shkollës, prindërit e nxënësve dhe tregtarët e vegjël. Dhe më parë kemi dhënë ndihma dhe në shkolla të tjera të Elbasanit, ndërsa tani jemi binjakëzuar me shkollën e Shmilit Ibrahim Bozhiqi dhe po mundohemi ta ndihmojmë. Qëllimi i kësaj është që të shtojmë ndjenjën e ndihmës të nxënësit dhe të bëhen shembull për të gjithë të tjerët. Falenderoj të gjithë ata që morën pjesë në këtë fushatë ndihme. Qëllimi i vetë shkollës është të shtojë ndjenjën e ndihmës tek nxënësit dhe të bëhen shembull për të gjithë të tjerët. Iniciativa e ndihmës do të vazhdojë edhe në shkolla të tjera.